Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian e konsiderojmë si një investim strategjik dhe garanci për sigurinë e tij në të ardhmen, sidomos kur palët të treta po punojnë për të rritur ndikimin e tyre në rajon. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Bullgarisë janë zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme, në dobinë tonë të rajonit dhe perspektivës europiane. Vlerësuam se janë të gjitha mundësitë që Shqipëria dhe Bullgaria të zgjerojnë bashkëpunimin dypalësh në fusha me interes reciprok, si infrastruktura, energjia, bujqësia, industria minerale, teknologjia e informacionit, arsimi, kultura, turizmi, mjedisi, mbrojtja, siguria e tjerë. Vendet tona i konsiderojnë pakisat kombëtare si urë për miqësinë e gjatë të qëndrueshme, si dhe një aset për vlerat dhe shoqëritë tona. Shqipëria dhe Bullgaria kanë një bashkëpunim të veçanësisht të mirë në kuadër të Kombeve të Bashkuara, i cili u rikonfirmuar gjatë mandatit të Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit. Vendet tona mbajnë të njëjtat qëndrime për dënimin e luftës së agresionit të paprovokuar, të pajustifikuar dhe të palishëm rus ndaj Ukrainës dhe rikonfirmojnë përpjekjet e vendeve antar të CEI për të mbështetur projektet e riabilitimit të Ukrainës. Edhe një herë faleminderit për vizitën tuaj. Вашето посещение. Благодаря. С нейно превъзходителство, госпожа председателя. Patëm një dialog intenziv dhe interesant. Подчертахме важността и значението на българо-албанските отношения, както в контекста на процеса на интеграция в Европейския съюз, Европейския път пред Албания, така и в контекста на предизвикателствата пред международния правов ред, така и регионалните измерения на тези предизвикателства. Folëm edhe për aspektin parlamentar të marrëdhënieve mes Bullgarisë dhe Shqipërisë. Mes dy vendeve tona nuk ka çështje të hapura. Политическият диалог на най-високо равнище на nivel më të lartë се изразява и в днешната среща, както и в предстоящата среща след отправената покана към нейно превъзходителство. България безусловно подкрепя заключенията на Европейската комисия, както и доклада до съвета по отношение изпълнението на индикаторите по напредъка на Албания и се надяваме в близките седмици да се проведе втората междуправителствена конференция, както и реалните преговори по фундаменталните въпроси, по основополагащите принципи, както и по преговорните глави, свързани с върховенството на закона и административната реформа. В това отношение Албания може да разчита на подкрепата на България, защото ние изповядваме принципа за собствени заслуги, като Албания в това отношение е шампион в Западните Балкани по изпълнение на